Le të kthehemi shumë pas në kohë. Në vetë agimin e njerëzimit, do të flasim për një ngjarje që, sinqerisht, ndryshoi gjithçka. Vrasjen e parë. Por, kjo nuk është thjesht një histori krimi, e dini? Është shumë më tepër se kaq. Është një vështrim i thellë brenda shpirtit të njerëzit. Pikërisht aty ku lindi Zilia, aty ku besimi u vu në provën më të vështirë, dhe ku pasojat e një veprimi të vetëm, ato pasoja ende ndihen sot. Pra, pyetja që shtrohet është kjo, dhe është një pyetje e rëndë. Çfarë mund ta shtyjë dikë, një vëlla, të ngrej dorë kundër vllait të tij, kundër gjakut të tij? Për të gjetur përgjigjen, duhet të shkojmë tek rrënjët, në fillimet më të para të historisë sonë, dhe të përballemi me një ndjenjë vërtet të errët dhe shkatruese. Gjithçka nis në familjen e parë fare, me dy vëllezër, Habilin dhe Kabilin, dhe mes tyre diçka nuk shkonte. Filloi të krijojë një tension, një lloj rivaliteti. E dini, një problem që ata vetë nuk e zgjidhnin dot. Ishte qartë që duhej një ndërhyrje, një gjykim më i lartë. Diçka ishte gati të ndodhte. Dhe ja ku vjen zgjidhja, ose të paktën kështu mendohej. Babai i tyre, Ademi, sheh këtë konflikt që po zjente dhe propozon diçka, një provë besimi. Ai u thot, secili prej jush të bëj një ofertë për Zotin. Rezultati, ai do të ishte gjykimi final, përfundimtar. Askush nuk e dinte në atë moment, por skena ishte gati për tragjedinë e parë në histori. Dhe ja ku jemi. Ky është momenti kyç, momenti kur gjithçka do të zbulohej. Sepse kjo nuk ishte thjesht puna e një oferte materiale, pra çfarë po jepnin ata? Jo. Ishte një provë e zemrës, një test i vërtet i sinqeritetit, që do të vendoste fatin e të dy vëllezërve. Shikoni pak ndryshimin mes të dyve. Është domethënës, këtu nuk bëhet fjalë për vlerën materiale, as pak. Nga një anë kemi Habilin, bariun, ai zgjedh delen më të mirë, më të shëndetshme nga tufa e tij, pra jep më të mirën që ka, si një shenjë qartë e devotshmërisë së tij. Dhe nga ana tjetër kemi Kabilin, bujkun, ai çfarë bën? Sjell disa prodhime të dobta, ato që i kishin tepruar, një ofertë sa për të kaluar radhën, pa pikë sinqeriteti. Rezultati? Flet vet, sepse nuk ka rëndësi dhurata, por zemra që e jep atë. Kështu, oferta e Habilit u pranua, ajo e Kabilit u refuzua. Në momentin që vendimi u bë i qartë, diçka brenda kapitullit u thye, u koput. Dhe ky nuk ishte thjesht një zhgënjim i zakonshëm, jo. Ishte diçka më e thellë. Ishte fillimi një sëmundjeje të shpirtit. Si një fare vogël helmuese, Zilia sapo ishte mbjell dhe filloi të lëshonte rrënjët e saj të errta thellë në zemrën e tij. Dhe këtu ndodh e paimagjinueshmja. Për herë të parë në histori, dëgjohet një kërcënim me vdekje. Sepse në vend që të ndalonte dhe të mendonte, po unë ku gabova, Kabili u vërbua komplet. Zilia ja mori arsyen. Për të, pranimi i ofertës së vëllait nuk ishte një mësim, ishte një fyerje personale. Dhe nga kjo ndjenjë fyerjeje, lindi një tërbim i tillë që shpërtheu me fjalët më të frikshme që ishin thënë ndonjëherë. Tani, dëgjoni pak përgjigjen e Habilit, sepse është vërtet një moment që të lë pa fjalë. Përballë një kërcënimi direkt me vdekje, ai çfarë bën? Nuk reagon me frikë, nuk reagon me dhunë. Përkundrazi, ai tregon një forcë morale dhe një besim thjesht të pabesueshëm. Në thelb, ai po i thotë, edhe nëse ti do të më vrasësh, unë nuk do ta bëj të njëjtën gjë, sepse unë i friksohem Zotit më shumë se çdo gjë tjetër. Ky është një standard moral i një niveli tjetër, sidomos përballë një urrejtje e kaq të pastër. Por fjalët e qeva dhe plot besim të Habilit nuk vlenin asgjë për Kabilin. Ishin si fjalë të hedhura në erë. Zemra e tij ishte tashmë ngurtësuar, e bërë gur nga urrejtja. Rruga drejt krimit të parë në histori ishte hapur, dhe nuk kishte më kthim pas. Ja si ndodhi hapi i parë në këtë spirale tragjike. Ajo ndjenja e keqe, Zilia, nuk ishte më thjesht një ndjenja. Ajo u ushqye, u rrit, u transformua në diçka shumë më të rrezikshme. U bë urrejtje. Urrejtje e pastër. Dhe pastaj, hapi i dytë. Fjala helmuese kërkon të bëhet veprim. Kuptoni, kërcënimi i Kabilit nuk ishte thjesht një shpërthim i nati i çastit. Ishte më thellë se kaq. Urrejtja që ai ndjente tani kërkonte të shprehej fizikisht, kërkonte një akt final.
Dhe kështu arrim në kulmin tragjik të gjithë kësaj historie. Plotësisht i verbuar nga urrejtja, Kabili bëri atë që askush se kishte imagjinuar ndonjëherë. Ai vrau vëllain e tij të pafajshëm. Ky ishte akti i parë i vrasjes në tokë. Për herë të parë toka u lag me gjak njeriu, dhe ai gjak u derdh nga dora e vëllait. Por prisni pak, historia nuk mbaron këtu. Pas këtij akti të tmerrshëm ndodh diçka e papritur. Kabili tani ka një problem krejtësisht të ri përpara, një problem që askush, absolutisht askush para tij nuk e kishte pasur ndonjëherë. Provoni ka imagjinoni për një moment konfuzionin, ndoshta edhe panikun. Vdekja ishte diçka e re. Vrasja sapo ishte shpikur. Ai qëndron aty, mbi trupin e pajet të vëllait të tij, dhe ka vetëm një pyetje të madhe në kokë. Po tani, çfarë duhet të bëj? Dhe pikërisht në këtë moment, mësimi vjen nga një burim totalisht i papritur. Në mes të kësaj errësire dhe padije, shfaqen dy korba. Njëri vret tjetrin, dhe pastaj fitimtari fillon të gërmoj tokën me sqepin dhe kthetrat e tij. Gërmon një grop dhe e mbulon korbin tjetër. Kabili e sheh gjithë këtë skenë, dhe nga një zog ai merr mësimin e parë praktik pas krimit, si varroset një trup. Tani, kjo pikë është absolutisht thelbësore. Duhet ta kuptojmë mirë këtë. Pendimi që ai ndjen nuk është për vrasjen. Jo. Ai pendohet për diçka tjetër, për ignorancën e tij. Ai ndjen turp që një korb, një zog, diti të bënte diçka që ai, njeriu, nuk e kishte iden. Ky detaj psikologjik është thellësisht ronditës apo jo? Tregon shumë. Mirë, pra, le ti mbledhim pak të gjitha këto. Le të shohim se çfarë na mëson kjo histori kaq e lashtë. Cili është në fundit çmimi i vërtet i zilis? Mësimet, do ta shikni, janë po aq të fuqishme sot sa ishin edhe atëherë. Pra, cilat janë mësimet kryesore që nxjerrim? Së pari, zilia dhe egoizmi janë rrënja e vërtet e dhunës. Aty fillon gjithçka. Së dyti, qëllimi është më i rëndësishëm se veprimi. Sinqeriteti është ajo që ka vlerë, jo sa shumë apo sa pak jep. Dhe së fundi, ky akt i parë i dhunës hapi një derë të errët, një derë që solli padrejtësinë mes njerëzve, farat e së cilës vazhdojnë të mbijnë ende sot. Dhe kjo na sjell pikërisht këtu, sot, me një pyetje që mbetet po aq thersa. Kur shohim konfliktet, padrejtësitë, rivalitetet në botën moderne, sa prej tyre, realisht, e kanë zanafillën tek e njëjta farë helmuese? Tek zilia, e njëjta zili që u shfaq mira vjet më parë? Ndoshta përgjigjja na tregon se kjo histori kaq e lashtë, në fund të ditës, është ende historia jon. Faleminderit që më ndoqët.